Emisioni shumë i dashur Super Sfida, i cili sfidon të gjithë garuesit me lojra të shumta. Këtë të diel do të paraqitet në verzionin junior. Prezantuesi i cili që nga Veçlia ka marrë pjesë në këtë emision si udhëheqës e ai është Omer Regjepi. Emisioni shumë i dashur për publikun edhe në verzionin junior është Super Sfida që transmetohet këtu në Pro 1. Shkollarë të moshave dhe klasave të ndryshme do të garojnë në lojra që janë tepër interesante, sfiduese dhe shumë atraktive. E prezantuesi Omer Regjepi, i cili ka qenë prezant që kur ishte 5 vjeç, do të jetë edhe më tej moderatori i këtij game show. Për ekskluziv, ai na tha: I kum bo edhe Planet Kidsin edhe keqin, po këm është ma atmosferë që e bojnë edhe publiko, po edhe garus edhe lojat janë më të mira. Në keq ka pos për me veç me vlapu, këtu ko me vlapu me loja, në Planet ka pos veç fëmijë të vogël, pak nuk kom mujt me konë si këtë. Kur kom modelu i vogël me enën, unë i kom full 2-3 fjallë mrena emisionit. Ata është normal që më duket më ndryshme, më duket vetja pak më i madh, se gjatë gjithë emisionit jam me shikus të full. Pra në ndeshnin në çdo të diel në emisionin Super Sfida transmetohet në orën 20:30. Po, suksese më tej, ndërsa atë do ta shohim edhe në për show të tjerë kur të përfundon sezoni. Të shkoft mbar.